ndoshta edhe Ilir Meta do të dëshironte të ishte edhe një mandat president, por Rama nuk e zgjodhi dhe unë mendoj që njeriu do të jetë mirënjohës. Unë mendoj që Vjosa Osmani do duhet ta falenderonte Albin Kurti se Albin Kurti e bëri presidente. Ndërkohë që ti me Albin Kurti mund të mos pajtohesh 1 milion pika, por ai njeri ka bërë kauzat e veta, të drejta ose të padrejta, nga hiçi erdhi deri në majë të pushtetit. Ndërkohë që zonja Osmani shkonte duke notuar dhe duke gjetë konjunktura për realizuar ambicet e veta. Është drejt formimit është normale. Të një partie të re zonja Osmani? Po këtu ka dilema, do të bëj një nismë apo do të shkoj drejt LDK-s. Dhe unë kam thënë dhe cila kam shumë mundësi. Unë mendoj që më shumë do të shkoj drejt LDK-s. Te partia e saj. Po, te partia e saj dhe do të mundohet ta riparoj atë që ka shkatruar, sepse nëse ka shkatruar dikush LDK-n, e ka shkatruar Vjosa Osmani. Të marrë kreun e partisë? Po, tash, ju tha që unë s'kam shumë simpati, por unë po të them që nëse krahason me Lumir Abdigjikun, Vjosa Osmani do të ishte shumë me suksesshme, shumë me zonja ta drejtonte lidhjen demokratike të... Edhe elektoralisht? Absolut mendoj që po, por një gjë pastaj... Ja ke vlerësoni zonjën Osmani? Po, do më thonë jam realist në këtë pikë. Edhe unë mendoj që pastaj do të vështërsohej çështja e bashkëpunimit me PDK-n. Dhe unë ju them njerëzve të PDK-s, si doni ta fitoni pushtetin. Fakti që Lidhja Demokratike nuk e votoi rezolutën për ish krerët e UÇV-s, rezolutën e Kuvendit, për mua tregoi një dashakësi dhe një sjellje të tmerrsisht armiqësore dhe një mesazh jashtëzakonisht të keq edhe për gjykatën speciale. Unë këtu me qenë në vendin e PDK-s nuk doja falja kur Lidhjes Demokratike e cile. Por nga kjo perspektivë, prandaj unë e shoh që PDK, mendimi im është, PDK do duhej të bënte përpjekje të gjente kanale për të bashkëpunuar me Kurtin. LDK ka treguar që për 4 vite Lumir Abdigjiku më shumë ka bë opozit ndaj Partisë Demokratike si partia e dytë, se sa që ka bën ndaj Kurtit. Dhe Kurti duke pa këtë citat, unë mendoj që ka arrit në mënyrë brillante ta kompleksoj Lumir Abdigjikun, duke i thënë dëgja, me VV-n ti bën të bashkëpunosh me PDK-n jo. Dhe Lumiri pastaj të nesëmën është përgadit dhe është parfumos dhe ka thënë, jo, ne jemi të ndryshë, po çfarë ndryshe, domethënë, dhe kjo ka treguar që nuk ka ndaj vizion si mund ndodhë ndryshimi. Po, edhe diçka e fundit shkurt, zoti Ukshini. Presidenti i ri apo zgjedhje? Zgjedhje të reja? Unë mendoj që më shumë do shkojmë drejt zgjedhjeve. Po, zgjedhjes do kemi. Ju falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi. Faleminderit gjithashtu. Një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.